doja t'ju bëja një pyetje tashmë lidhur me politikën shqiptare, gjithmonë për ta bërë emisionin paksa edhe argëtues, nëse në politikën shqiptare, me politikën shqiptare, më saktë, do të bëhej një film, cilin do të shihje si regjizorin e filmit? Jo, këtu s'kam dilemë, Ramën, padyshim. Regjizor, skenarist, do t'i kryen të dyja bashkë shumë mirë, po kam frikë se do ishte edhe jo, do ishte edhe operator i saj, domethënë. Protagonisti? Protagonist ka shumë, po varet në çfarë aspekti. Nëse do të merrim një film humoristik, ka shumë protagonist. Do kemi edhe personazhin qesharak, nëse do të kishim personazhe që personazh qesharak, do të them se politika shqiptare ka pafund. Domethënë ka pafund, ka aq shumë qesharak se nganjëherë befasohem sepse ky nuk është një popull që shquhet për humor. Keni parasysh që humori është një nga dimensionet më të ulta të shoqërisë shqiptare, madje edhe në vitet e komunizmit. Në një studim që është bërë, Shqipëria kishte nivelin më të ulët të barcaletave që quhen në atë kohë për komunizmin, ndërkohë që personazhet qesharak kemi pafund. Dhe kjo është një nga gjërat. Një emër? Ka sa duash më nisu që këta të fundit që janë tani jeni sherje, këta që vinë vërdallë për politikën shqiptare, që janë komplet komik. Ndërkohë që personazhet më dramatik, nëse mund t'i quajmë kështu, padyshim mbeten Nano me Berishën. Personazhe gati gjysmë epik ku përzihet një lloj po i quaj force e jashtëzakonshme bashkë me një lloj donkishotizmi brenda tyre për të lëvizur gjërat. Po antagonisti? Antagonist, se di, mund vendosja këtë do në Shqipëri, po s'm kujtohet në një. Shikoj, janë shumë prozaik personazhet politik shqiptar sa të jenë kaq me kolorit sa i vendosni ju. Dhe një rol i fundit, Don Juani në politikën shqiptare, kush do ta luante? Po është një personazh që kam parë në parlament që thoshte, nuk ja di emrin tani, që thoshte mos më shihni tani që më kanë rënë flokët, po ku isha me kaçorrela gjitha femrat çmendeshin pas meje se në kohën time në vend të ujit pinin whisky. Mirë. Interesante. Unë nuk e di se si zëvendësohet uji me whisky, po gjithsesi.